Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa ala dhalimin. Wa afdalu salatin wa atammu taslim ala khairil khalqi wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Në emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, furnizuesi dhe sunduesi, gjykuesi dhe shëruesi, çdo emër i bukur dhe cilësi e lartë, e cila Zoti ton fuqiplot i takon. Falënderimet më kulmore qofshin për Zotin e Madhreshëm, i cili na mundsoi që ta përjetojmë edhe një herë këtë muaj të begat Ramazanit, muaj i cili është mundësi për neve që ne të ndryshojmë raportet tona me Zotin ton. Ky muaj është një shans për neve që ne ta fitojmë mëshirën e Zotit ton, siç na ka treguar Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam se në netët e Ramazanit Zoti i Madhreshëm i fal robërit e tij dhe njashtu liron robër nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi vulën e profecisë, mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai pejgamber i cili e shfrytëzoi Ramazanin në maksimum, duke adhuruar, duke e madhruar Zotin fuqiplot. Saqë pejgamberi alayhi salatu wassalam aq shumë u falte natën derisa ju anjën këmbët e tij, duke adhuruar Zotin e Madhreshëm natën, duke bërë ibadet, saqë një natë prej natëve gruaja e tij e ndershme Aisha radiallahu anha i tha profetit Muhammed alayhi salatu wassalam që ja Resulallah, të lutem po shoh, a nuk po i shef këmbët e tua sa janë anjur? Pejgamberi i Zotit ju përgjigj kështu: Alam akun ana abdun shakur? A se meriton Zoti i plot fuqishëm dhe Zoti i Madhreshëm që unë të adhuroj atë, të nënshtrohem atij, të bëj namaz për ta kënaqur atë sepse ai më ka dhënë shumë mirësi dhe begati mua. Të dashur dhe shumë të respektuar, ta shfrytëzojmë në maksimum këtë muaj të begat Ramazanit. Unë me ju, së bashku, një herë për veten time, edhe për ju, do ta rikujtoj një hadith të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men lam yad'a qawla az-zuri wa 'amala bihi, fa inna Allaha laysa hajjatun an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Këtë hadith na tregon Buhariu dhe Muslimi dhe Abu Davudi. Ky hadith është i vërtet. Thot pejgamberi i Zotit se ai person i cili nuk i lën fjalët e ndyta dhe punët e ndita, Zoti i gjithësisë nuk ka nevojë nga ai person që ai ta lën ushqimin dhe pijen, përderisa me fjalë paragjykon, me gjuhën e tij të tjerët i nënçmon, me gjuhën e tij përgojon dhe kështu me radhë. Për këtë arsye Zoti i gjithësisë nëpërmjet agjerimit ton nuk dëshiron ne që ta lojmë vetëm hajen dhe pijen, mirëpo dëshiron nga ne Allahu i plot fuqishëm që ne t'i lojmë fjalët e ndita dhe punët e ndita. Njashtu, në një hadith tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam që i jep kuptim të plot hadithit të parë të cilën ne potencuam dhe cekëm, që thot pejgamberi alayhi salam, ndodh që agjeruesi prej agjerimit të tij të mos fitoj shpërblim, të mos fitoj asgjë përpos urinë dhe etjen të cilën e ka. Kështu që të dashur vëllezër, nëpërmjet agjerimit Zoti kërkon nga ne që ne të bëhemi robër të devotshëm. Nëpërmjet agjerimit Allahu i plot fuqishëm, Zoti i Madhreshëm kërkon që ne të bëhemi njerëz me plot kuptimin e fjalës. Për këtë arsye, Ramazani është universitet në vete që na mëson degën e devotshmërisë, degën e njerëzisë, degën që ne si ta pastrojmë zemrat tona dhe mos t'i paragjykojmë dhe të i nënçmojmë të tjerët. Njashtu, Ramazani është, si të potencova, mundësi që ne ta fitojmë mëshirën e të madhit Allah subhanahu wa ta'ala. Një ditë prej ditëve, i dashur jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke hypur në minberin e tij dhe e bëri një gjë të cilën nuk e kishte bërë më parë. I dashuri i Zotit tha 3 herë amin. Dhe ata të cilët ishin pjesëmarrës
aty shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam u habitën me veprimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më pastaj e pyetën dhe thanë: "Ja Resulallah, çka ishte ajo?" Pejgamberi i Zotit u përgjigj kështu: Tha, erdhi meleku Gjibril dhe i bëri disa lutje. Faktikisht, meleku Gjibril i bëri 3 lutje. E njëra ndër to lutje ishte që qoftë larg mëshirës Zotit ai person i cili kalon muaj i begat i Ramazanit dhe ai nuk e ka fituar kënaqësinë e Zotit gjithësisë. Kalon muaj i begat i Ramazanit dhe ditët dhe netët tona kalojnë nëpër rrjetet sociale. Ditët dhe netët tona kalojnë nëpër gjumë. Ditët dhe netët tona kalojnë duke mos i dhënë vëmendje librit të Allahut fuqiplot. Ky libër i cili zbriti bashkë në këtë muaj të begat të Ramazanit. Për këtë arsye të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër, ne dëshirojmë që ky muaj të na afron më shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe për fund, po e pëntensoj edhe një hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për muajin e begat të Ramazanit. Thot pejgamberi alayhi salam: "Men sama Ramadanin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e agjeron muajin e begat të Ramazanit me bindje të plot ndaj Zotit gjithësisë dhe një ashtu, sepse shpërblimi do të vjen vetëm prej anës së Allahut fuqiplot, Zoti i gjithësisë do t'ja fal gjunahet atij. Agjerimi është për Zotin e gjithësisë. Agjerimi është ibadet sekret. Agjerimi është ibadet sekret. Për këtë arsye, tha Allahu dhul xhelal në një hadith kutsi, që agjerimi është për mua dhe vetëm unë di si ta shpërblej agjeruesin. Elus Allahun fuqiplot që Zoti i gjithësisë na i pranon lutjet gjatë këtij muaji të begat Ramazanit. Elus Allahun fuqiplot krijuesin e gjithësisë që Zoti fuqiplot të sëmurit ton të i shëron, ato të cilët kanë brenga, halla dhe derte t'u largon. Elus Allahun e plot fuqishëm, Zotin e madhrishëm, që ta kalojmë këtë muaj të begat të Ramazanit dhe Zoti fuqiplot të jetë i kënaqur me ne. Zoti ju nderoft juve dhe familjet e juaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.